Unë mbure me Vlorën dhe them shpesh, është një nga ato qytete që nuk është dëmtuar sa i përket kaotizmit në ndërtim. Dhe the me siguri, po të shkosh në Karanin të shikosh Vlorën, që është edhe balkoni i qytetit, aty e kupton se sa pak është ndërtuar në Vlorë. Është e përqendruar e gjitha te Vlora e vjetër që po themi bulevardi dhe pak në lungomare. Po të papesh pak horizontin aty në shikim, Vlora është e paprekur ende. Kjo na bën që ne ta ndërtojmë më mirë Vlorën. Edhe po të shikosh, sepse ka dhe vi bregdetare shumë të tillë. Sot në Sarandi bie me bryl tjetër. Skema. Ndërkohë këto hapësira që ne i kemi, mund t'i shfrytëzojmë që të bëjmë investime që t'i mbeten kohës. Dhe praktikisht po të shikosh edhe çfarë ka dalë nga KKT-ja, apo qoftë në bashkëpunim me bashkinë apo edhe vetë qeveria dhe kryeministri që janë të fokusuar, duan që të bëhen disa ndërtime që realisht t'i japin akoma më shumë vlerë qytetit. Që te pjesa e hotelerisë, që te pjesa e ndërtimeve pallateve, po doni. Po bëhen në një mënyrë që do na bëjnë krenar që ne jetojmë në Vlorë. Ne jemi jemi që tani krenar, po, edhe vazhdimi, por hapet edhe dimensione të reja të mënyrës menduajt për të bërë biznes atje. Sot vlonjatët e shikojnë që vlera e pronës është rritur nuk e di sa, krahasuar me, po flasim 7-8 vite më parë. Imagjino çfarë ndodh pas 10 vjetësh. Do jetë pothuajse e pamundur. Shikojmë Kanën sot, shikojmë Nisën, nuk kanë asgjë më shumë se Vlora praktikisht. Bile po vjetërohen, se janë ndërtimet vjetra. Vlora është në fazën e vetë që mund të shpërthejë dhe mund të bëhet një nga perlat e gjithë Mesdheut dhe këtë me siguri absolute.